para një herë kam nevojë që të ritheksoj vendimarrjen shumë të rëndësishme që mori dje Parlamenti Shqiptar për miratimin e marrëveshjes së financimit Porta e Alpeve, që është një marrëveshje financimi e dedikuar për qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës. Dhe kjo që nënkupton themi angazhimin maksimal që ka qeveria shqiptare për veriun e Shqipërisë. Dhe konkretisht për qarkun e Shkodrës ka projekte shumë të rëndësishme që ndërlidhin Alpet me gjithë bregdetin adriatik. Investime infrastrukturore në bashkitë kryesore, në Shkodrën, në Malësitë Madhe, investime që ndërlidhin le themi pikat turistike si liçeni i Shkodrës, lumi i Bunës, në Velipoj dhe Adriatik, dhe është një mas investimi le themi që nuk e ka patur deri tani asnjë qark tjetër në Shqipëri, që në kupton shumë qartë misionin, vizionin, por dhe angazhimin e qartë që qeveria shqiptare ka për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht për qarkun e Shkodrës.